Aktoria Ariola Demiri, e cili u bë një nga personazhet më të dashura për publikun gjatë pjesëmarrjes së saj në shtëpinë më të famshme, ka folur së fundmi për shtëpinë që u premtua si dhuratë gjatë spektaklit. Pas shumë diskutimesh dhe spekulimesh në rrjet për fatin e kësaj shtëpie, Ariola ka sqaruar se prona është ende aty dhe gjithçka është në proces për ta bërë gati për banim. Me shtëpinë shumë mirë, aty është, vetëm u fut brenda, deklaroi Ariola. Aktoria theksoi se publiku shqiptar është tashmë i njohur me këtë histori, e cila ka marrë dimensionin e një legjende. Kur të futem do e merrni vesh, sepse u bë legjendë kjo historia e shtëpisë. Ajo konfirmoi gjithashtu se shtëpia ekziston fizikisht dhe është parë nga të gjithë. E kam parë të gjithë shqiptarët në video. Është vetëm u fut brenda. Ja ta mobilojmë, ta sistemojmë se do punë. Ajo sqaroi më tej se kur ju dhurua, shtëpia ishte ende në fazën e themeleve dhe për këtë arsye procesi ka kërkuar kohë. Ka qenë në themele kur është dhuruar, kështu që është normale pritja, deklaroi Ariola Demiri.